Në ambientet e Hotel Tirana Internacional u zhvillua takimi ndërkombëtar i ambasadorëve të paqes. Një aktivitet i rëndësishëm i organizuar nga Agjencia Investigative Stop Krimi në drejtimin e drejtorit ekzekutiv Fatmir Sena në kuadër të misionit diplomatik për paqe dhe siguri. Në këtë takim morën pjesë delegacione dhe përfaqësues të ardhur nga Vjena, Greqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, si edhe nga shumë vende të tjera të botës, duke e kthyer Tiranën në një qendër të rëndësishme të dialogut ndërkombëtar për paqen, sigurinë dhe bashkëpunimin mes kombeve. Gjatë aktivitetit u trajtuan tema që lidhen me promovimin e paqes, diplomacisë, sigurisë globale, respektimin e të drejtave të njerëzit dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për ndërtimin e një bote më të sigurt dhe më të drejtë. Në fjalën e tij, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Investigative Stop Krimi, Fatmir Sena, theksoi rëndësinë e këtij misioni, duke nënvizuar se prej 27 vitesh është i angazhuar në nisma dhe aktivitete në shërbim të paqes, dialogut dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, duke kontribuar vazhdimisht në promovimin e vlerave humanitare dhe të mirëkuptimit mes popujve. Në përfundim të aktivitetit, sipas traditës së misionit diplomatik për paqe dhe siguri, u zhvillua ceremonia solemne e ndarjes së vlerësimeve. Personalitete dhe pjesëmarrës të shquar u nderuan me titullin Ambasador i Paqes. Një vlerësim i akorduar nga misioni diplomatik në Bruksel në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tyre në promovimin e paqes, diplomacisë, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe vlerave humanitare. Takimi përfundoi me një mesazh të përbashkët për forcimin e marrëdhënieve mes vendeve, promovimin e dialogut dhe vazhdimin e angazhimit për paqe, siguri dhe stabilitet në nivel ndërkombëtar.